Mirë se vini në Koreale Mish, është momentin fakt që të ndalemi pak tek bisedat dhe të zgjerojmë ato tema të cilat ju prezantova dhe në hyrje të saj. Ku do të flasim sot? Do të flasim pikërisht për atë i cili ndryshoi edhe rrjedhën e programit, sepse ishte një lajm i momentit të fundit, një letër e gjatë e cila del tashmë dhe publikohet nga Elvis Shkambi. Personi i cili ishte në qendër të vëmendjes vetëm 2 javë apo 3 javë më parë për vrasjen e gjyqtarit, një ngjarje të cilin nuk e kishim parë më herët brenda një salle të gjyqit, brenda gjykatës së apelit, një vendim i cili jepe për një pronë të cilin e kemi diskutuar edhe gjatë në Koreale, një pronë për cilin Elvis Shkambi ka folur. Ka folur në reagimin e tij, ndoshta pas disa ditëve ndryshe i reflektuar, pas një vendimi i cili pritet që të jepet, po gjithashtu për faktin që gjendet në paraburgim në burg, po ndërkohë nga ana tjetër ka shkruar një letër ku ka folur edhe për familjarët e Astrid Kalas. Do kem një bisedë sigurisht për të analizuar dhe nga ana psikologjike, po edhe në aspektin e një individi i cili reagon edhe reflekton, por jo vetëm, do të ndalemi pak edhe tek rasti 46 vjeçarit i cili përdorte dhe transportonte në fakt armë edhe kokain me taksin e tij. Një personazh i cili rikthehet përsëri në skedën e policisë. Ai nuk është se ishte një person i panjohur, ishte një person i cili njihe më herët, 46 vjeç, i cili me këtë taksi transportonte dhe ka patur një profesion dikur ushtarak, transportonte edhe armë. Në fakt pikpyetja nuk është vetëm kjo, është për të kuptuar më shumë ne ku shkonin këto armë. Pra, cili ishte funksioni i transportit të 46 vjeçarit me mbiemrin Selami, pra Altin Selami, i cili është kapur nga autoritetet. Ndërkohë nga ana tjetër aflatoksina do të jetë një çështje e rëndësishme për diskutuar edhe pak për sa i përket shëndetit edhe sigurisë tonë ushqimore dhe tek personazhet apo dhe tek bisedat të tjera, të cilat do doja në fakt ta filloja edhe me të ftuarit në pjesën e parë. Shkojmë tek Elvis Shkambi, kemi Gjergj Nikollën, ekspertin e sigurisë. Gjergj, mirë se vjen, kënaqësi që të kam në studio, po ndërkohë nga ana tjetër do të kem dhe Eriona Hoxhën, psikologen, cilën do të analizojmë edhe pak rastin e Elvis Shkambit. Mirë se vjen Eriona, kënaqësi që të kam edhe sot në program. Faleminderit që për ftesën. Unë doja në fakt që ta nis me letrën, sepse letra është shumë e rëndësishme, më ndihmon regjia për ta patur edhe ne. Nuk e di nëse ju e keni lexuar apo jo, besoj u ka tërhequr dhe ju vëmendje sepse ka qenë lajmi i cili është shpërndar më së shumti në momentet e fundit. Është një letër e cila i drejtohet qytetarëve të vendit. Kështu në fakt e ka shkruar vet Elvis Shkambi në qelin e aty ku edhe pret në fakt që të merret vendimi edhe të kalojnë fazat e tjera, por çfarë i shkruan qytetarëve Elvis Shkambi? Si i drejtohet ai ata të cilët edhe komentuan, po edhe në lidhje me rastin në fjalë. Të nderuar qytetarët e Republikës së Shqipërisë, një muaj më parë, në datë 6/10/2025, mbarvendi u trondit nga një incident i rëndë që ndodhi në gjykatën e apelit të juridiksionit përgjithshëm Tiranë. Si pasojë e këtij incidentit, një person në funksion gjyqtar në këtë gjykatë fatkeqësisht humbi jetën në rrugës për në spital, ndërsa 2 të tjerë fatmirësisht shpëtuan me dëmtime të lehta. Gjatë kësaj periudhe, unë nuk kam bërë ndonjë deklaratë publike dhe u kam kërkuar edhe familjarëve të mi të mos e bëjnë një të tillë. Si dhe i kam sugjeruar mbrojtësit tim ligjor të tregohet sa më i rezervuar lidhur me këtë ngjarje në daljet e tij në televizor në respekt të dhimbjes së familjes së të ndjerit. Sot personalisht po i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Kalaja, të afërmve, miqve dhe kolegëve të ndjerit për humbjen e njeriu të tyre të dashur. Ndjej keqardhje shumë të madhe për dhimbjen që u kam shkaktuar, sidomos në raport me 3 fëmijët e tij, për cilët besoja ai ka qenë njeriu më i mirë dhe më i dashur në botë. Ndjej një keqardhje shumë të madhe për familjen time, të afërmit, miqt, kolegët dhe ish kolegët, të cilët me veprimet e tyre atë ditë fatkeqe i kam tronditur, mërzitur, padyshim edhe zhgënjur. Ajo që ndodhi atë ditë ishte një reagim i palogjikshëm kundër një vendimi po aq të palogjikshëm. Do e them dhe do e përsëris sa të kem frym që ai vendim ishte më shumë se sa skandaloz. Ishte me vendimin para ardhës i cili u la në fuqi me datë 6/10/2025, është synuar grabitja e titullit ekzekutiv. Pra, pavlefshmëria e tij, një gjë e cila nuk mund të lëshohet në asnjë situatë nga personi i tretë, siç ishte rasti i kundërshtarëve tanë në gjyq. Nëse vendimi i gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër ishte një produkt edhe i paditurisë, vendimi i datës 6/10/2025 për ta lënë në fuqi nuk ishte nga padituria, por indikuar nga faktorë të tjerë. Prej 13 vitesh xhaxhai im Gjon Shkambi ishte kthyer në një eksperiment njerëzor nga sistemi gjyqësor në Shqipëri.
Në një kohë kur unë mundohesha të jepja fund këtij eksperimenti, gjykata e apelit e jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë vendosi vazhdimin e atij eksperimenti. Ai vendim gjykate bie haptazi ndesh me Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë, Kodin e Procedurës Penale, vendimet unifikuese të kolegjeve të bashkuara të gjykatës së lartë dhe të kolegjit civil, vendimet e gjykatës europiane për të drejtat e njerëzit dhe kushtet dhe sigurisht edhe kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Çdo jurist që ka një nivel optimal të integritetit moral e profesional mund t'ju konfirmojë një gjë të tillë. Ky nivel padrejtësie a justifikon veprimin tim? Ngren dhe pyetjen, në fakt, Shkambi, jo nuk e justifikon. Të kundërshtosh një padrejtësi ndaj vetes dhe ndaj të tjerëve, përveç se moralisht e drejtë është diçka shumë burrore dhe fisnike, por jo çdo mënyrë reagimi ndaj padrejtësisë është e duhura apo justifikohet. E kështu atë ditë, duke qenë i vetëdijshëm që kam kryer një krim, kam pritur në oborrin e gjykatës derisa kam mbritur organet ligjzbatuese të cilat u jam dorëzuar për t'i dhënë shtetit llogari për shkeljet e kryera. Më lejoni të ndaj me ju një varg të një poezie të cilën e kam shkruar këtu në institucionin e ekzekutimit të veprimeve dhe vendimeve penale Jordan Misja, dhe kur në Olimpin e padrejtësive mbjell frikë, ata bëjnë një tjetër komplot djallëzor me gënjeshtra, shpifje dhe çdo intrig, që përpara botës të dalësh ti fajtor. Jam më se i sigurt që mira qytetarë të këtij vendi kanë qenë subjekt të padrejtësisë ekstreme në gjykata, sidomos në procese civile. Prandaj do ju inkurajoj që të mos hiqni dorë nga të drejtat tuaja dhe të mbroni interesat tuaja të lishme, por ndërkohë nga ana tjetër bëjni këtë gjë në formën e duhur, duke mos kaluar vijën e kuqe, sepse nga viktim do të ktheheni në agresor e pastaj përpara botës do të dilni ju fajtor. Në Shqipëri ka plot magjistrat të aftë dhe të ndershëm, por ka edhe shumë të ligj, e ata të cilët të fundit nuk kanë fe, as atë, as pik morali njerëzor. Këto specie mizore përdorin çekiçin e drejtësisë për të thyer kokën e të drejtit dhe e kanë kthyer peshorën e drejtësisë në një gjë thuajse abstrakte, e cila vetëm shihet, as nuk preket, as nuk ndihet. Në mbyllje dua t'u them të gjitha atyre që prej datës 6/10/2025 më kanë sulmuar dhe etiketuar me lloj-lloj epitetesh, pa më njohur kurrë më parë, uroj që realisht ta bindin veten e tyre që unë jam e keqja më e madhe e këtij vendi dhe duke e ditur që kjo e keqja e madhe është pas hekurave, shpirti i tyre të gjej qetësinë e munguar. Punonjësve të gjykatës së apelit të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, u them që më vjen keq sidomos për ata që kam njohur nga afër, sepse kam parë trishtimin në sytë e tyre, por shpresoj të më mbajnë mend për atë që isha përpara datës së ngjarjes. Gjithashtu, po u drejtohem sërish fëmijëve të ndjerit. Paralelisht me urrëtitjen që kultivonin ndaj meje, kërkoni për të vërtetën. Ata që shtyn baban tuaj të marrë një vendim totalisht të padrejtë, jam po aq fajtor sa unë që ai nuk është sot me mua. Unë kam shumë për të treguar dhe do të tregoj për këtë moment, kur të vinë fakt edhe momenti i dur. Unë nga shteti shqiptar e njohim shumë mirë njëri tjetrin dhe jam besim plot që do i japim llogari njëri tjetrit për dëmet dhe padrejtësitë që i kemi bërë njëri tjetrit. Zoti i bekov dhe i nderoft gjithë qytetarët e ndershëm të Shqipërisë. Kjo ka qenë letra, ka qenë një letër e gjatë, po më duhet që ta lexoja dhe ta sqaroja për gjithë publikun, për ata të cilët nuk e kanë ndjekur edhe letrën. Përpara se të shkoj tek Eriona Gjergj, si e ke parë ti letrën që ka shkruar sot Elvisi? Unë e lexova me vëmendje këtë letër, e lexova 2-3 herë me thënë drejtën. Dhe nga ajo që unë konstatoj te kjo letër ne kemi një kërkim ndjese, por jo pendese. Pra, shtetësi Elvis Shëmbi kërkon një lloj ndjese për atë që ka kryer, por asnjëherë nuk shfaq pendes për krimin që ka kryer. Për aktin që ka bërë, po patjetër. Dhe gjatë rreshtave janë letër ai përsëri ja lë fajin për pasojën e ardhur vetë gjyqtarit të ndjer. Pra ai veten e shfaqson, domethënë jam qenë i detyruar si pasojë vendimit të padrejtë që s'duhet ta jepte kështu, duke ja lënë përsëri fajin gjyqtarit. Thjesht ka një kërkesë ndjesë ndaj familjarëve të ndjerit, ndaj kolegëve. Pendesa nuk është ndoshta dhe fakti që kërkon ndjesë fëmijëve të kalas, apo nuk e interpreton kështu? Është një lloj ndjese, po jo pendese për aktin që ka kryer. E kuptoj. Në këtë këndvështrim e shikoj unë, duke qenë që patjetër ai gjatë kësaj kohe ka reflektuar patjetër, sepse ngjarja që ka përfshirë për shumë herë duke u bërë dhe thirrje qytetarëve. Kjo nuk do ndikoj, besoj, në vendimin që do të jepet për të. Mendojnë që ndikon një letër e tillë apo thjesht në çështjen morale dhe publike? Thjesht çështje morali dhe ky domethënë njeriu patjetër që pas një krimi të tillë duke ndryshuar jeta në këtë mënyrë, duke qenë kaq kohë mbyllur në paraburgim dhe reflekton patjetër, nuk diskutohet dhe është një lloj reflektimi që ka bërë pas kësaj ngjarje që ka kryer. Okej, ta përfshi edhe Erionën. Eriona, si e ke parë letrën që ka dërguar Elvis Shkambi? E pash në fakt që aprovove komentin e Gjergjit
që nuk ka një pendes në këtë letër? Në fakt, pendesën edhe pajtojnë ai shikon tek vetja. Flori, ne nuk, domethënë ne, po themi populli i gjerë, pra qytetarët e Shqipërisë, nuk e njohin Elvisin. Domethënë neve kemi njohur Elvisin vetëm nga media dhe atë çka ka bërë. Po sot ne shikojmë një Elvis që një farë formimi e ka pasur, që do të thotë nuk ka qenë aq i pa informuar. Fakti që ai citon legjislacionin më bën ta mendoj që i formuar është. Ka reflektim ashtu sikurse përmendi edhe eksperti, por kur Elvisi përmend çekiçin e drejtësisë, kur përmend peshorin e drejtësisë, ka një ngarkesë fort emocionale, mos e mendojmë që është ndryshe. Balanca midis shpresës edhe zhgënjimit është e ndjeshme dhe është prekse aty, sepse ai në pritje të një vendimi që duhet të ishte në favor të tij, merr të pjesën tjetër dhe patjetër për mua. Po, si e interpreton atë faktin që thotë Xhaxha im ka qenë një eksperiment njerëzor? Janë ndjerë të tallur, Flori. Mendoj se vetë Elvisi personalisht është ndjerë i tallur në të gjithë të vorbullën e sistemit, sepse ai përmend korrupsionin, përmend integritetin e sistemit sot të drejtësisë, po dhe ka edhe nga ato persona ato që nderojnë profesionin, që do të thotë nuk ishte aq i paditur dhe i pa informuar Elvisi. Dhe mendoj që ka shkuar dhe i përgatitur. Nëse dikush tha që mund të ishte një moment aty për aty, fakti që kishte një armë me vete do të thotë që ajo arma gjithmonë ta jep atë fuqinë të pandërgjeshme tënde që ti do ta vësh në përdorim. Nëse s'do ta kishte përdorur në atë sallë gjyqi, atëherë për çfarë kishte marrë me vete, ku ndërkohë nuk është rreth në ndonjë shërbim faktën me stadin që të jetë ku diun policë, ushtarak apo diçka e tillë. Me shpresën që ndoshta mund të ishte deri në momentin e fundit mund të ishte në favor të së vërtetës së tij, po e quaj kështu ose të anës së tij ai vendim. Ndoshta kjo ka qenë ajo çfarë ka pritur, flas. E ka pasur shpresën, sepse aty në letrën e kuptova shumë qartë, që ai ka pasur shpresën dhe pastaj ka marrë zhgënjim shumë të madh. Ky zhgënjim ndoshta ai ka sjellë atë goditjen psikologjike aty për aty që ai nuk ka menduar më dhe komplet pastaj se si është shpjeguar skena, si është afruar, si e ka qelluar, në cilën pjesë të trupit e ka qelluar dhe si ka reaguar me të tjerët, na jep një kuadër dhe me të gjerë të gjithës kësaj. Eriona, po ndjesa që i kërkon fëmijëve të Astrid Kalas. Pra kur ai thot sot personalisht po i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Kalaja, të afërmve, miqve dhe kolegëve të ndjerit për humbjen e njeriu të tyre të dashur dhe ndjej një keqardhje shumë të madhe për dhimbjen që kam shkaktuar sidomos në raport me 3 fëmijët e tij, për të cilët besoj se ka qenë dhe njeriu më i mirë dhe më i dashur në botë. Ato që ai ka dashur t'ju le të kuptoj atyre që secili nga ne besojmë që familjarët tonë çfarëdo lloj gjëje që të bëjmë ne i mbrojmë ata. Kupton, ne mbrojmë se është gjaku jon. Por ama në fund ai rikthehet po prap. Për të po sërish fëmijëve të zotit Kalaja, pra të gjyqtarit të ndjer, ku ju le të kuptoj atyre që nuk ky babai s'ka qenë aq fort i mirë dhe ta shikoni që fajtori vetëm i gjithë kësaj nuk është Elvisi, po ndoshta personat që në konceptin atij i kanë ndërhyrë në këtë vendimarrje. Prap janë në fajin diku tjetër. Një gjë, Flori, dhe një gjë tjetër. Nuk mendoj se kjo letër është një formë e qëllimshme ku diun, për të ulur dënimi, për të ndikuar te dënimi, absolutisht jo. Ka shumë reflektim, ka ndërgjegjësim në atë gjë, nëse në momentin e parë mund të ketë qenë i nxehtë sepse skena ka qenë e tillë, por ama shikoj një mbyllje emocionale aty dhe një farë të pari në distancë të gjithës këtë. Ndoshta jo mirëfillim në rregullim psikoterapik në këtë rast, por ama është më distant emocionalisht. Ky një muaj një izolim e ka bërë atë ta reflektoj të gjithë situatën dhe të ndërgjegjësohet, po themi, për dëmi që ka shkaktuar ai, por ama ai e di shumë mirë që në të gjithë të letrën ka arritur të lirë të kuptohet që vërtet është vrarë një gjyqtar, pa ai edhe vetë brenda vetes ka bini që ka vrarë sistemi. Jo e kuptoj. Pra ai ndjet, po në një farë forme, se këtu dua që të kuptoj, përpara se të kaloj tek Gjergji, a ndjet ai i pafajshëm, domethënë, në të vërtet kur ti lexon këtë letër, Eriona, ti ndjen që ai vazhdon ende të jetë i bindur që është i pafajshëm apo është heroi ndaj këtij në kundër këtij sistemi, apo e di që është i fajshëm dhe tashmë pranon thjesht realitetin? Ai di që ai është përgjegjësuar pra për dëmin që ka shkaktuar, sepse ka bërë një vrasje dhe është në pritje të këtij dënimi që nuk e shikoj as të friksuar për dënimin që do marri
dhe ndoshta deri diku element të turpit për personat e tjerë që e kanë gjykuar dhe që më përpara ka parë në sty dhe i ka përshëndetur dhe sot ka persona në gjykatë aty staf që janë penalizuar edhe për shkak të veprimeve që ai ka bërë dhe në drejtim të atyre ka atë pendesën dhe paljen, ashtu sikurse për qytetarët ju lë të kuptojnë që brenda ti ai ndihet i pafajshëm, sepse unë mendoj që ai është rritur në këtë sistemin e gjykatave. Ka pasur apo nuk ka pasur të drejtë, fakti që i është thënë gjatë gjithë kohës, është elaboruar në kokën e atij që kjo pronë është e jona, kjo pronë na përket. Të prona e kanë vjedhur, të prona e kanë marrë pa të drejtë. E kuptoj. Pa çka se ci do jetë e vërteta, Flori. Që kështu ai është rritur në këtë pjesën që i kanë marrë diçka nga vetja. Pra këtij djalit të ri, do thoja, i është vjedhur fëmijëria dyerve të gjykatës, i është vjedhur rinia, së ndryshe një tjetër, po themi bashkëmoshatari i tij sot do ishte të kishte krijuar dhe familje, ndoshta s'do kishte borxhe dhe gjitha me radhë faktën këto çfarë është folur në përmjet. Po, ndërkohë nga ana tjetër ai shkruan e kuptoj, që sigurisht që aty pa çka dihet që ka një lloj ftohtësie sepse ai duket sikur i ka ndjekur me hapa të gjitha çdo gjë me detaje. Pra, ka sqaruar situatën e tij, ka sqaruar situatën e pronës, ka sqaruar kushtet, pra qasjen e tij me familjarët e gjyqtarit Kalaja. Po ka një moment që në fakt mua më bëri shumë përshtypje dhe nuk e di si e mendon ti, Gjergj. Ai thot në fund të letrës, unë dhe shteti shqiptar e njohim njëri tjetrin. Çfarë mendon që nënkupton Elvis Shkambi me unë dhe shteti shqiptar e njohim njëri tjetrin? Pra ka një moment në fund fare. Po, ai presupozon veten sikur ishte bërë pa drejtësi, domethënë e gjykon veten. Kurse dhe këtë ja atribon shtetit. Duhet thot, unë kam shumë për të treguar se ky ishte momenti dhe do të tregoj kur të vi momenti, unë dhe shteti shqiptar e njohim mirë njëri tjetrin dhe jam besim plot që do i japim llogari njëri tjetrit për dëmet dhe padrejtësitë që i kemi bërë. Nëse ky vazhdon, siç tha dhe psikologja, ai është rritur me frymën që ka qenë u është bërë padrejtësi, domethënë që në vegjëlinë e tij dhe gjatë të rritjes. Pra në këtë kontekst. Në këtë kontekst ka patjetër, domethënë shteti, gjykatat, këto ai këtë ja atribon padrejtësitë që ai pretendon se janë bërë familjes së tij në lidhje me çështjen objekt gjykimi objekt. Pra me idenë që çështja ka vite që trajtohet. Unë patjetër do ketë dhe letra në gjykimin do ketë dhe letra të tjera. Do ketë dhe letra të tjera. Po patjetër, besoj tani. E mendon që është edhe një reagim pas një lloj edhe reagimi publik që u hap një faqe GoFundMe për të mbështetur. Fillimisht, shikoj, njeriu ndjen. Pra mendon që ka një sado, fajdo duke qenë që ky nuk ka qenë person që i përfshirë në vepra penale apo ka qenë një reagim aty për aty, patjetër që ka qenë i mirëmenduar, sepse të shkosh me i armatosur në sallë gjyqit, tregon që ke një prapamendim. Pra, ke diçka në mendje, ke një skenar. Por ka qenë person që nuk dhe ka kryer aty për aty, pavarësisht se të thash e ka menduar gjatë, por duke u bindur për padrejtësinë që është bërë. Duke qenë i bindur që nga këto gjykata i kanë bërë këtë padrejtësi dhe e vetmja rrugë që ne për të vënë sadopak të drejtën është. E kuptoj. Kështu e ka menduar për momentin. Çfarë ndodh tashmë në aspektin ligjor? Cili është hapi që ligjor është ndiqet me Elvis Shkambi? Është dispozit e veçantë për këto lloj veprash penale nuk pranon as gjykimi i shkurtuar, domethënë është vrasje për shkallë të gjyqtarit, prokurorit, punojësit të policisë. Është nga veprat më të rënda të kodit penal që dënohet deri në burgim të përjetshëm. E kuptoj. Kështu që nuk është. Kështu që dhe ai vet fatin e tij e di pak a shumë, më ka shumë të qartë, pasi është sqaruar dhe atje dhe këto janë mënyra për të thash për të një. Jo, se do kalojmë tek rasti i fundit, po për ta falendëruar Erionën. Eriona, me që jemi tek pendesa, çfarë ndodh tashmë me një vrasës, se ty të ka rënë edhe në profesionin tënd të takosh. Çfarë ndodh me një vrasës pasi fillon dhe ftohet gjëja? Pra kalon ky vrulli i madh, këto lajmet e mëdha, kjo vëmendje, edhe kjo letra që ka shkruar. Çfarë fillon dhe ndodh me një person i cili gjendet brenda një qelie? Në këtë rast po marrim profilin e Elvisit, ë? Mbas se do filloj pendesa e vërtet, në momentin që një individ merr pastaj një dënim të caktuar, aty fillon pastaj edhe që bëhen të gjitha, do thoj ato llogarit plus minuset, duhet ai fakti real që domethënë ndërgjegjësohet që jeta do vazhdoj për kaq ditë aty brenda, do filloj të përshtatet me normalitetin që do ketë aty brenda, patjetër e ka pas të nevojshme këtë komunikimin me mediat përderisa letra ka qenë për mediat, jo për gjyqtar në veçantë, apo për shkallë
të gjyqësorit apo të akuzës, që kështu në raport me mediat, mendoj që është deri diku dhe korrekt kjo pjesa që edhe avokati të përmlidhet pak dhe mos të bini në të gjitha domethënë këto tryezat në të cilat rritej gjatë gjithë kohës, sepse nuk i bën mirë procesit, dhe nuk i bën mirë në tërësi dhe vetë qytetarëve që ndoshta në një mënyrë apo në një tjetër janë të përfshirë në procese të tilla, se ndonjëherë duket dhe si një formë nxitje, por gjithë ata individ që nëse nuk do të realizojnë, po themi atë çka kanë bindjen e tyre, dhe do duket sikur gjithmonë do godasin sistemin, mos harrojnë që sistemi jemi, kur i thonë, janë nënat, janë vëllezër, janë baballar, janë domethënë bashkëdhetar, njerëz të këtij kombi. Që kështu i bie që do shkojnë në vlla vrasje. Mirë, të falenderoj Eriona që të pata në bisedë. Unë do vazhdoj me Gjergjin për të ndalë tek një tjetër ngjarje edhe lajm siç e prezantova edhe pak më parë.